Derit shumë. Kjo mu më blepështit të thotë. Dhe, tash një pyetje e fundit kështu. Çka mendon Dan se ti ja ke bon një të mirë Kosovës? Cila është një e mirë që e ke bo ti për Kosovën, me punën, jetën, veprën tënde? Une, se di, Kosovarve e shqiptarve në përgjithësi nuk mendoj që ju kom bo mirë, po flas me kongë. Me baladat që i kom knu, i kom shti më mërzit fort. Kështu që sa kush më shan, e më akuzon me ndoni tekst, moj trathare, moj ti që ma fike shpirtin tim, moj asaj, moj katile, që kjo problemi, une në këtë rast nuk kom investu diçka mirë, veç keq. Ja. Ja, e kundër ta është se ata kur janë të vujtë dhe ngojnë kongën tonë dhe atëherë. Më shajnë, thojnë, Dani, qa po na bënë? E thash me humor, ha? Me humor. Ja drova pa kaje. Faleminderit shumë për përgjigjen. Unë jam i ri shumë dhe vynë shumë me punu, për më ja bo shumë të mira Kosovës, edhe sa do të mira më ja bo, prapë s'ki bo kur gjo për vendin të ndu t'ala më shumë. Ndoshta një kontributi veçantë është